Përshëndetje, në këtë video do të bëjmë një ushtrim në Adobe Illustrator. Për këtë ushtrim për ma rrethin, për krijoj prafërsisht kështu, do të thonë me shef në mënyrë proporcionale, këtu për jap ngjyrë zezë. Pastaj për rriti pak në ALT, për ngrej drag and drop, do të thonë të lë ALT, po na copy, edhe për largoj këtë qoshin tjetër, shikoni. Largoj deri këtu dikon, edhe po shkoj po e zvogloj. Prafërsisht, shikoni. Tash i selektoj të dyat, edhe këtu i qes center. Shikoni. Hapi tjetër, shkomi këtu të objekt, pastaj shkomi. Edhe kemi opcionin ALT CTRL-B. Klikomi kështu, shikoni se bëhet kjo. Kena bu edhe ushtrime më herët lidhje me këtë. Pastaj, prap shkoj këtu, prap këtu, edhe shkoj bleed options. Pastaj bëj preview, tu klikoj e bëj edhe e zvogloj numrin, do të thonë këtu e bëj prapërsisht kështu. Klikoj OK. Hapi tjetër, këtë për lëvizje më poshtë, edhe për e marrë një rreth tu, për krijoj me shift, do të thonë një proporcionale. Tash unë e kom rrethin e musht këtu, do të thonë stroke s'kom, unë po du me bo stroke, kështu që kena mësu këtë opcionin këtu që ndron, klikoj Shift X, do të thonë tash fush, do të thonë ngjyrë të fushës s'kom stroke. Këtë rast e lë stroke-in, pastaj klikoj këtu te Direct Selection Tool apo duke klikuar A-n tastier, edhe shikoni e bëj një selektim kështu, selektoj këto dyja edhe klikoj në tastier Delete. Shikoni tani limet vetëm gjysmë rrethi. Pastaj selektoj të gjitha këtu, do të thonë këtë gjysmë rrethin edhe këtë, edhe klikoj këtu, pastaj replace, do të thonë e bëj replace, edhe shikoni si bëhet kjo. Hapi tjetër, klikoj CTRL-C, CTRL Shift V, do të thonë bu paste in place, po afrona këtu, edhe po filloj me rotuloj kështu, edhe po i vendosi këtë pozicion prafërsisht, shikoni. Kështu. Vetëm tash po i selektoj këto të gjitha, po i bëj CTRL-G, Effect, Transform, pastaj klikoj Preview, edhe këtu për shembull filloj me këtu bëj 7%, shkallë, këtu po bëj 85, përsa këtu kubjet për i rriti. Shikoni çfarë efekti interesant del. Pastaj këtu kemi opcionin për shembull me zvoglu për shembull çfarë 80 me 80. Këtë nëse du me drejtu me një pozicion. Nësa këtu varet sa shkallë të një me sill. Shikoni. Do të thonë 7 shkallë mjafton.